Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Allahu fuqiplot nuk e ka bërë që ta shpaloj apo të dihet se vepra e mirë të është pranu. Pra ne, elhamdulillah, veprojmë, punojmë, vepra të mira bëjmë, por nuk e dim 100% se Allahu xhaleshanuhu a ne ka bo kabul ato apo jo. Prandaj edhe lutim Allahu xhaleshanuhu pas çdo vepre të mirë që Allahu xhaleshanuhu na I rujat. Allahu xhaleshanuhu më një ajet kuranor thot: Men jaa, ai që vjen me një vepër të mirë, domethënë ka mundësi që njeriu ta bëjë veprën mirë dhe mos shkojë te Allahu xhaleshanuhu, dhe mos pranohet tek Allahu xhaleshanuhu. Prandaj ne vazhdimisht duhet të qëndrojmë mes shpresës edhe frikës. Edhe kështu në këtë mënyrë njeriu e bën edhe ndjen se është rob I Allahut fuqiplot. Përndryshe ai do ta konsideronte veten se unë kam bërë shumë vepra të mira, shumë punë të mira, edhe 100% unë e kam xhenetin, nuk ka kurrë fat dilem në atë. Tregohet për një tabiinit. Tabi'i I thonë ai që e ka taku ata personat të cilët kanë taku sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregohet se ka qenë normal Eba Muhammed e kanë lagapin e ka pas, edhe shumë I devotshëm ka qenë, edhe njeri domethënë me famë ka qenë, dietar normal. Tregohet se në librat shënohet se dikush e ka pa në ëndër atë. Edhe I ka thënë: çfarë bëri Allahu xhaleshanuhu me ti? A ka qenë njeriu I dallum, normal. Ai thot: çka do të tregoj? Kam kalu me një rrugë që asnjëherë më parë nuk e kam kalu atë rrugë. Shkosh për shembull dikund që edhe pse ka shenja komunikacionit, edhe pse krejt me semaforën, me këtë, edhe rrugët, edhe me GPS që I thonë, edhe krejt, edhe prap, pse për herë të parë e kalon, frikësh, no? Nuk e dish. E ki thot unë e kam kalu një rrugë, do më thonë kam kalu prej kësaj botën tjetër, ku asnjëherë më parë nuk jam konë. Edhe Allahu xhaleshanuhu më pyeti mu, edhe më tha, dikush që e ka pa ëndër, e kje tregon. Më tha: çka bëre o Eba Muhammed me atë imrin, me atë jetën tënde që ta dhash unë? Ke jetu 70 vjetë, çka bëne? Ai përgjigje thot: ja Rabbi, unë kom bë kaq umre, për haç nuk bëhet bisedo. Çka umre? 70 umre. Thot: I ke bë, por nuk ti kom pranu. Thot: ja Rabbi, thot, çka bëre diçka tjetër? Thot: ja Rabbi, unë për shembull kaq namaze nafile kam bë. I ke bë, po s'ti kom pranu. Diçka tjetër çka ke bë? Thot: une jo mundu që me mujt e tëra një dit po, një dit jo, të agjeroj. I ke bë, thot, por s'ti kom pranu. Edhe aje ullë kokën normal, edhe pastaj Allahu xhaleshanuhu I thot: atë kujtohet filën ditën
kur e largove një penges nga rruga, një deke dhe një pemës ka ra, edhe kjo është ndale ka largu prej rrugë. Thot, po, thot, kujtohet ja Rabbi. E thot, qëket të kom pranu. Edhe kjo vlen, do më thanë, shumë. Ka një hadith për Ameri sallallahu alaihi sallam, thot, el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. Imani ndahet në 70 e kusur pjesë. A'laha me e larta është shahadeti, normal. Dëshmia se Allahu fuqiplot është një dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Më e madhe se kjo s'ka. Ndërsa më e ulta prej tyre është imatatul edha, ta largosh një pengesë nga rruga. Dikush e ka hudh, ti e ngre edhe e largon nga rruga. Dikush për shembull dhe ka ndot për shembull rrugën me diçka, ti mundohesh domethënë ta largosh atë ndotësinë që është ndotësira. Pra kjo është shumë me peshë të Allahu xhaleshanu. Pra si që shifni, Islami nuk thot mos e hudh, se mos e hudh nuk bëhet muhabet për atë, s'ka fjalë për atë, se muslimani nuk bën të hudhje, një penges, një gjëtë keqe, që i pengon njerëzit. Do më thënë, nuk mund vjen konsiderat që muslimani të bëjnë një gjëtë të tillë. Për çka thot, nëse helbet e dikush e ka hudh ti të largosh. Parmendone. Prandaj, elhamdulillah të musliman, në shtëpi tona i na pastër, mundona t'i pastrojmë të, por fatkeqësisht, e kundër ta shkandodh, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, o ju besimtar, jahudit, ata thot, jam për atyre që rrugët e tyre i ndotin, hudhin pengesa, hudhin gjëra të më thonë që nuk banë, andërsa shtëpit e tyre i pastrojnë. Ne e tash përmendoni, do më thonë, për fatkeq i në bë për atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na jep vërejtje, thot mos u bëni për tyre. Si i mbani shtëpit tuaja të pastra, njashtu edhe rrugët tuaj, edhe ambientin tuaj ku jetoni, do të keni të pastër, se që e patë. Allahu xhaleshanu po vaki ibadetet që i ke bë krejt, nuk ti ka pranu, borxhin i ke kry. Inshallah, ama është problemi o diçka tjetër. Ama një punë shumë të vogël që ne nuk e konsiderojmë kur gjohat, ta pranon edhe në derezhet në doja fiton tek Allahu xhaleshanu. Inshallah, Allahu xhaleshanu në bëmë këtë të tilve, ela in ahsar kelamu abulgha nidham, kelamu Allahi l-Malik l-Aziz.